Duam drejtësi, Filkov dorëheqje, ne flasim shqip. Gjuha shqipe zyrtare. Ishin vetëm disa nga brohëritjet e mira studentëve që marshuan sot në Shkup, nga ura e Gurit e deri tek Ministria e Drejtësisë, duke kërkuar që provimi i jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe. Studentët nga 3 universitetet në gjuhën shqipe u bashkuan për të kërkuar këtë të drejtë, ndërsa mbështetja nuk mungoi as nga profesorët intelektualët, por edhe nga Kosova dhe Shqipëria. Organizatori Mevlana Demi para protestuesve parashtroi kërkesat e studentëve që provimi i jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe. Ai tha se shqipja asesi nuk negociohet dhe se ligji e njeh të drejtën e tyre për të përdorur gjuhën anëtare. Ademi tha se nuk do të lejojnë që shqipja të trajtohet si opsion, por se shqipja është identitet. Studentët u zëtuan se nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh, kjo nuk do të jetë hera e fundit që ata protestojnë. Para se jemi student, para se jemi profesionist, ne jemi shqiptar. Dhe kur preket gjua, preket vetë themeli. Gjua shqipe nuk është veç mënyra si flasim, është mënyra si ekzistojmë, mënyra si kemi mbjetuar, qëndruar e si kemi ardhur deri këtu. Bravo! Si shto është të fishta, gjuha shqipe, sa e mirë, sa e ëmbël, sa e lirë. Kjo është gjuha jonë, kjo është identiteti ju, e shqipja, kusë si në negociorë. Ne jemi studentë të drejtësisë, ne jemi ata që nesër do të ndojmë ligji, por sot jemi detyruar të dalim këtu për të kërkuar diçka që lidhi tashmë e njeh. Të drejtën për të përdorur gjuhën tonë anëtare. A është kjo shumë? A është kjo kërkeset e pruar? Kjo është minimumi, baza, digniteti. Sepse një shtet që nuk zbaton të drejtat e veta që i ka shkruar, nuk është i fortë, është i prisht. Kryetari i Parlamentit të Universitetit Nën Tereza në Shkup, Besar Sediu, në fjalën e tij para protestuesve në Shkup, ka theksuar se gjuha shqipe është amanet nga të parët dhe amanet dualon fëmijëve, dhe se kjo është arsyeja pse janë bërë bashkë 3 unionet studentore. Kërkesa jonë është e thjeshtë. Respektoni Konstitutën dhe ligjin. As më shumë, as më pak. Kolegët tonë kanë të drejtë ta japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Udhëheqësit e shtetit të angazhohen për zgjidhje reale dhe jo të merren me deklarata, kërkoi Besian Rexhepi, kryetari i Parlamentit Studentor të UEL-s. Sot jemi këtu, jo si individ të ndarë, por si një zëj përbashkët studentor që kërkon të drejtën e tij legjitime dhe të arsyeshme. Kjo nuk është një protestë kundër askujt, por një thirrje për drejtësi, barazi dhe respekt ndaj procesit ton akademik dhe profesional. Ligji për gjuhët nuk kërkon ndryshim, vetëm duhet të zbatohet në tërësi si që është, tha studenti Jon Selimi. Ju drejtohem sot me një zë të fuqishëm se e drejta jo nuk guzon të shkelet. Sot nuk jam këtu vetëm për të folur, jam këtu për t'ju pyetur. Çka duhet të bëjmë dhe si duhet vepruar që ligji për përdorim të gjuhëve të jetë i respektuar dhe i zbatuar. Ligjet nuk prodhojnë obligime vetëm për qytetarët, por edhe për institucionet shtetërore. Dhe ky ligj flet që nuk kërkon as ndryshime, as harmonizime, e as iniciativa të reja. Kërkon vetëm vullnet për ta zbatuar ashtu siç është. Më i zëshmi kundër mbajtjes së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe është ministri i Drejtësisë Filkov, i cili thotë se ky provim duhet të mbahet vetëm në gjuhën maqedonase dhe të shfrytëzohet edhe si test njohurish për gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik. Kujtojmë që edhe kryeministri Hristian Mickovski në fillim tha se nuk është problematike që provimi i jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe dhe se kjo është e drejtë e garantuar me ligj, ndërsa një ditë më vonë tha se duhet të shqirtohet dhe se është i gatshëm që të zgjidhin këtë problem me një ligj të ri. Më i zëshmi në mbështetjen e kësaj kërkese ka qenë ambasadori shqiptar në Maqedoninë të Veriut, Denion Mejdani, i cili ka përkrahur grupin e studentëve, madje ka filluar edhe fushat për ndihmë të kësaj kauze. Kujtojmë se zyrtarë dhe figurat e larta nga Kosova dhe Shqipëria i kanë përkrahur gjithashtu studentët shqiptar në Maqedoninë të Veriut,
Përkraja dhe mbështetja ka ardhur edhe nga Teja Atlantikut, nga përfaqësues të organizatave të ndryshme që veprojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës,